Brëma nga kjo studio ku kemi nisur konkursin e tretë mbarkombëtar të letërsisë së humorit dhe pikërisht këtu ku kemi punuar për ditë me radhë, doja t'ju jepja përshëndetjen, si të thuash, të fundit për këtë konkurs. Sapo jemi kthyer nga Korça së bashku me stafin, me Blerinën, me Elvirën, me Ninën, e cila si gjithmonë në këto momente është duke xhiruar këtë moment që për mua vërtet do t'jetë i shkurtër, por është plot emocione, sepse mbart në veten e vet të gjithë të punë të madhe që u bë për të prezantuar, do të thoja me shumë dinjitet, letërsinë e humorit në shumë plane. Kanë qenë ditë plot emocione, ditë frenetike, ditë me takime, ditë me përballje, ditë ku autorët janë njohur me njëri tjetrin, kanë shkëmbyer mendime, janë hedhur mendime, dhe për mua kjo është vlera më e madhe e këtij konkursi të zhvilluar në qytetin e bukur të Korçës, që na priti me shumë dashuri, me drita krishtlindjesh, me pemë të krishtlindjeve të cilat bashkia i kishte vendosur, i kishte përqendruar pemën jo vetëm në një vend, por kudo që ti shkoje gjej një atmosferë të kësaj feste shumë bukur, e cila shënon edhe një ringjallje të gjithë njerëzve për një jetë më të mirë, për një dashuri më të madhe mes njëri tjetrit, për shumë mirëkuptim mes njëri tjetrit. Të gjitha këto po mundohem t'i them vërtet pas një lodhje të madhe që kemi kaluar për të realizuar vetëm një qëllim, prezantimin me dinjitet, dhe për të treguar që dhe letërsia e humorit dhe satirës duhet të zërë një vend të veçantë, një vëmendje të veçantë nga të gjitha strukturat e shtetit, nga të gjitha organizatat që merren dhe që janë jo qeveritare, por që duhet ta mbështesin, dhe nga shumë struktura të cilat në fund të fundit përbëjnë nivelin, trajtën, zhvillimin e një shoqërie. Kanë qenë ditë që janë ndjekur dhe nga shtypi. Unë falenderoj për vëmendjen, por në të njëjtën kohë jam e deziluzionuar edhe zhgënjur, do të thoja, për nivelin e gazetarëve, të cilët janë totalisht të pa informuar për punën e një grupi shumë të madh njerëzish që vinë deri aty. Pra, vinë, vendosin mikrofona dhe e gjithë intervista shfaqet absolutisht në të njëjtën mënyrë nga të gjitha televizionet, dhe pra më shumë duhet i themi të faleminderit sepse na bën një trajtim të tillë, dhe ne duhet të paguajmë para për këtë gjë. Ka qenë shokues një mesazh që kam marrë sot, duke më thënë që po të bëjmë derë dhe të kemi kursuar kaq para, kur kronika e këtij televizioni për mua si gazetare e agjencisë së vetme shtetërore të lajmeve që kam punuar për 25 vite, është i patransmetueshëm. Nuk mund të thuhet nuk duhet të tregosh se kush janë ata që kanë krijuar këtë gjë që ti po shkon, që ti po e sheh, që ti po transmeton. Unë isha vajza e gazetarit, pra sigurisht këto janë element të asaj që bëjmë profesionalizëm, dhe nuk ka absolutisht asnjë lidhje me pse mua nuk më treguan se kush jam në të vërtetë. Por nuk mund të hidhet puna e disa njerëzve nga njëri i tillë që quhen vetëm gazetar, di të mbaj vetëm mikrofonin, nuk di të bëj asnjë pyetje, dhe unë prezantohem si vajza e gazetarit, ndërkohë që ai është një personalitet i humorit, i cili ky konkurs po zhvillohet për nder të tij, me emrin e tij, dhe ai gazetar është një profan i vërtet, nuk di asgjë për mua se kush jam, që jam ideatorja, producentja, organizatora kryesore, ndërtuesja e çdo detaji që është bërë atje. Për këtë më vjen shumë keq. Pra, nëse jam shumë engazëlluar për të gjithë ata atmosferë të bukur që u arrit të sillen në Korçë me ndihmën e të gjitha strukturave, duke filluar nga prefekti, nga bashkia, sigurisht nga Zamira Kita, e cila hapi derën e teatrit Anton Zako Çajupi, prezantoi me shumë dinjitet të gjitha autorët në bazë të skenarit të dorëzuar. Pra, ky ngazëllim shuhet dhe venitet nga disa njerëz të pa informuar fare, jo më gazetar, nga një gazetare e cila ka ditur t'japi pas një çedim 25 vite lajm në agjencinë e shtetit shqiptar.
Për mua ky është një zhgënjim shumë i madh, i cili e kam shumë të qartë në këto momente që po flas, që nuk do të kuptohet dhe shumë syresh do ta mendojnë se është një thyerje se drësime që nuk kanë treguar pozicionin që kam unë në këtë konkurs. Nuk është absolutisht kjo. Dua të bëj thirrje të gjithë gazetarëve të jenë përgjegjshëm, të kuptojnë se ku shkojnë, të jenë të mirë informuar se ku shkojnë. Ata kanë të drejtën e tyre të informimit dhe të transmetimit dhe të konceptimit të lajmit si e mendojnë ata, por nuk kanë asnjë lloj të drejte morale dhe jo më tepër profesionale të shuajnë dhe të tundin si të duan ata punën e një ekipi shumë të madh njerëzish, të cilët me shumë dashmëri, partishmëri, respekt dhe dinjitet kanë punuar vetëm për misionin e zhvillimit dhe të ndërtimit të një humori të shëndetshëm. Kaq do të ishte edhe sigurisht falenderoj të gjithë autorët të cilët erdhën nga Kosova. Më vjen shumë mirë që pjesa më e madhe e tyre kishin ardhur me bashkëshortet, pra kishin besuar tek familja, të gjithë bashku shijuan Korçën, shijuan suksesin e tyre, shijuan librat të cilat ishin prezantuar aq bukur dhe që të roqën vëmendjen e publikut korçar, i cili sigurisht edhe unë nga zëdhye edhe nga gjithë ajo gamë karikaturash që sigurisht absolutisht në asnjë moment nuk u përmend që janë fondi i artë i Bienales ndërkombëtare të karikaturës Niko Nikolla, e cila mbështetet në karikaturë dhe në letërsi. Kaj do thoja për këtë fund të këtij konkurimi, ose të këtij konkursi, të këtij zhvillimi shumë të madh, do thoja unë, që ndodhi nga një qendër modeste, së kundër është Albanian Excellence, dhe nga unë Flora Nikolla, që kam 35 vite, që jetën time e kam lifestyle dhe ja kam kushtuar me shumë partishmëri gazetarisë, kulturës, artit, emancipimit dhe projeksionit të së ardhmes të një shoqërie. Faleminderit.